vërtet është e udhës që të këshillohemi edhe të konsultohemi me zveti dhe me ata cilët vërtet kishin me ditë pak a shumë se ku është limiti, ku është kufiri i të parës, kur duhet fillu e dyta, kur e treta e kështu me radhë, me të vërtet, megjithatë nuk janë gjëra që vërtet edhe bëhen në mënyrë paushale kujt si ti teket. Sepse këto janë gjëra, po them prap, që kemi nevojë na të këshillohemi. Edhe secili prej nesh na e dim që jemi ai që jepim këshill, se e kemi borxh. Po edhe asnjëri prej nesh nuk jemi ai që nuk pranon këshill. Secili prej nesh kemi nevojë dhe që edhe të japim edhe të marrim. Asnjë prej neve nuk është ai që vetëm këshillon. Përkundrazi kemi nevojë, e sidomos edhe ne si hoxhallar, po them, për gjëra të shumta në jetë, kemi nevojë që ju të na këshilloni. Kemi nevojë për aspektet e jetës, për aspektet e gjërave të ndryshme që sot besoj edhe jemi duke i pasë vërtet edhe ne hoxhallarët dim nganjëherë vërtet mos na këshillu fare. Dim madje edhe me marrë qafë, do shta edhe musliman, me shti edhe në fitne për fat të keq, edhe këte bëjmë dhe je hoxhallar nga një herë. Prandaj kemi nevojë që ju të na këshilloni. Kura fjala e dunjas, edhe pejgamber duke qenë, edhe ju ka thonë sahabe, ka thonë, entum bi umuri dunja edra, ju jeni më të njohur, ju më jeni më mirë dini çështjet e kësaj bote, aspektin e Allahverishit, çështjen e politikës, e ekonomisë e kësaj, sepse na kur time e shkretojmë krejt, prandaj duhet na këshilloni, duhet të mirëni pak me ne. Sepse na dim vërtet me përqa safin për fat të keq. Edhe këtë dim me bo hoxhallar për fat të keq. Prandaj duhet na këshilloni, duhet të na fletni në këto aspekte. Jemi gjithmonë ata që pra edhe japim edhe marrim. Nuk jemi vetëm ne që këshillojmë. Na besoni shumë shpesh kemi nevojë që të na këshilloni edhe të na fletni, për atë edhe s'duhet nguru në këtë.